familja Kasapi, nënë dashur, bashorte, vlla motër, koleg, artist, qytetar, shqiptaria e madhe e Shpat Kasapit. Kur në jetën time nuk isha paramendu që unë do të flas në këtë foltore për Shpat Kasapin. Kur në jetën time nuk isha paramendu që intervista e fundit e tij në të jetë bashkë me mua. Kur në jetë nuk isha paramendu që intervista e tij e fundit do t'i falenderon secilin. Do t'a falenderon nënën për sakrificën e mundit që ka bërë për të. Do t'a falenderon bashkëshortën që e ka sjellë djalin në jetë. Do t'a falenderon vllaun, do t'a falenderon motrën, por mbi gjitha i thot gjithë atyre cilve më falni nëse ju kum lëndu apo kom gabu. Më Shpati ka qeni pa gabushëm në çdo moment dhe çdo sekond. I buzëqeshur gjatë gjithë jetës. Nëse kemi dashur me realizu diçka, bashkë me Shpatin kemi qu deri në fund. Shpati e ka dashur jetën, e ka dashur muzikën, mbi gjitha e ka dashur njeriu si njeri, sepse ka ditë me respektu. Gjithmonë pyetja ime ka qenë, pse bre Shpat, gjithë ndryshojnë, ndoshta ndonjëherë janë edhe mjosmi njës, pse s'ndryshova asnjëherë në jetë. Ky jam unë, ky jam Shpati, i cili fakt u rita për një familje që din me respektu, edhe din me eduku. Dhash Zoti që fjalët e tij t'i ruajmë gjithmonë me nostalgji, t'i ruajmë me dashuri, por ajo kafe, dhash Zoti që po e shijon tani këto momente me babin tënd. Po ja tregon gjitha fjalët dhe po i tregon që jemi ne të tjerët, jemi mirë, por një ditë do të bashkangjitemi edhe bashkë me ty. Kënga jote, vepra jote, kujtimi jot Shpat Kasapi, kur nuk do të vdes, do të qëndron gjatë gjithë jetës bashkë me ne. I pavdekshëm kujtimi për ty.